Ashtu si që paralajmëruam, rikthehemi në pjesën e dytë të Sportfolios për sonte, do të flasim për kampionat e Kosovës në basketbol. Me ne është Valdrin Haxhiu i skuadrës së basketbollit Trepça, me të cilin do të diskutojmë gjëra gjatë. Valdrin, faleminderit shumë që je prezant sonte me neve. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi të jam pjesë e juaj. E hera e tretë rresht, a keni prit realisht që do të ndodhë herën e tretë rresht të shpallni kampioni i Kosovës? Po realisht vitin e kaluar pas përfundimit të kampionatit na kena përgatit me një herë ekipin për garat evropiane dhe në fillimet e para na ka jep një pasqyrë që me të vërtetë jemi ekip i përgatitur edhe prapse Trepça edhe vitin e ardhshëm që po vjen kena me qenë pretendent kryesor titulli. A keni prit që e mposhtni Bashkimin 4-0 në këtë formë në serin finale? A keni prit më shumë rezistencë? Realisht po, edhe për shkak se lojët e para kanë qenë më të forta ndërmjet Trepçës edhe Bashkimit, edhe bile secilën lojë Bashkimi ka startuar më mirë se na. Po lojën e fundit do të pranojmë që pak a shumë motivi i lojtarëve të Bashkimit ka qenë shumë i ulët përkundër neve që përveç titullit të fituar e kishëm një presion prej trajnerit që do të më përfundu ndeshja ose loja pas të lujke pa Adisin. Kam pyet shumë njerëz ta është e vërtetë. A ka qenë e vërtetë që kanë nxjerr biletën për Haxh më herët edhe ju ka konfirmuar klubi që ndeshja mu kry po mendoj. Brenda mundësive mu kry ndeshën e katërt më vendos titulli. Realisht para 2-3 muajve kur veç e pam ku ka përfundu kampionati, Adisi na kena ditë që ka planifiku Haxhin e krejt, po nuk duhet me harru që Adisi ka kërku edhe një farforme dhe leje për shkak që kam biletën ose qëllimin me ashu edhe zyrtarët e klubit Lindrite dhe Vullneti e kanë liru edhe sigur mos tham ta humbshin titullin, nuk ka pas pengesë për neve për shkak se është një tek ne një pjesëtar të komunitetit musliman e shenjtë ai veprim edhe kështu që po, Adisi e ka pas prenuar biletën edhe na e kena ditë që dita e fundit është i 20 me Adisin këtë. Kështu që po të deshe që të krym edhe ai me shku më i qetë edhe për neve relaks më i madh. Sa ju ka gëzu realisht Adisi se ju jeni afër ti, keni pa emocionet e tij. Sa ju ka gëzu këtij triumfi tretë rresht me skuadrën e Trepçës? Është shihet që është ambientuar te Trepça. Si vjet Adisi pjesa që soi më shumë dhe ka pas presion qysh po na lën në momentin që nëse nuk mundem me përfundu 4-0 edhe shihet edhe në videon që zëm pas përfundimit lojës ka qenë ndoshta gëzimi më i madh i titullit tretë i këtij kampionati për shkak se realisht emocionet edhe një shkarkim i ndjenjave që është i lirë edhe me shku edhe nuk i lash keq këtë pjesën kësajde, kështu që po, ka qenë shumë emocionale dhe bile mas titullit, ne me vetur Adisi Karmen Jan Mitrovic, e në ataku me presidentin edhe zëvend presidentin Vullnetin Lindritin edhe ka qenë me të vërtet një gëzim i madh. Dy elemente shumë të rëndësishme ka qenë, sidomos në këto pjesën finale, shpallja MVP e Dardan Kapitit, një produkt vendor, edhe shpërthimi i Drilon Hajrizit në këtë fazën sidomos fazën e play-offit, ka qenë fantastik. Po Dardani është kapunon. Djali është kapunon shumë. Duhet ta ceki se nuk ka trening përveç kur mbledhet tek tërë ekipi që Adis ato ka më thënë jo 40 minuta në orë marrët me punu individualisht me to dhe është i paprotueshëm edhe fati deshit që pak para play-offit hen formë edhe të shkëlqen, kështu që tash e ka përcjell çaj fazë dhe i na kanë shumë të lumtur i gjithë ekipi, gjithë stafit, gjithë bashkëlojtarët që një djalë i ri me fitu titullin e MVP në finalet ligës e që për neve është shumë domethënë personalisht sidomos prodhimi vendor. Prodhim vendor edhe jena mësuar gjithë me kanë një huj MVP ose diçka, kështu që është motiv ekstra për ta dhe për vitin tjetër dhe neve na gëzon fakti që e kena pjesë të ekipit ton që presim hala dhe më shumë, dhe besoj që kapiti mundet me më shumë. Sa i përket Drilonit, çat folën për Drilonin na e dim si vjet që ka pas probleme shëndetësore krejt, po Driloni shkurt ka zemër edhe në momentet kur kërkosh nuk merr përgjegjësi, Driloni është i gatshëm me marr përgjegjësi. Kjo është vetëm për shkak se kjo forcë gjendet te lojtarët e mëdhej. Kështu që për gjithçka Driloni është shtyllë e klubit edhe në momentet kur dohet na mbështetemi te Driloni. Keni shumë karaktere interesant brenda ekipit. Njëri prej tyre është Akili Winning. Edhe merret me muzikë dhe lum basketboll. Po një moment shumë interesant që më ka bërë përshtypje është momenti kur Adis Beqiragiqi
nervozohet me to, e largon. Po në fund të kampionatit, Adis Beqiragiqi e bën vallëzimin që ai ka bëu het atje. Adisi shumë lojtar me të mushiqin, ka pas konflikte brenda, mendoj që brenda sozat sportit edhe na thojnë në këtë jargonin sportiv nëse nuk bërtet trenerit si për to i rëndësishëm. Kështu që Adisi e kontrollon lojën edhe është shumë detajist. Për atë edhe ka ndodhur ajo, po mirë po hala pa shkumin zhveshtora Akili ka kërku falje për sjelljen e tij dhe gjithçka ka kaluar sozat sportit, ndërsa sa i përket vallëzimit Adisi nuk ka pranuar me vot derisa u shpoll kampion, kështu që Akili ja ka nxon kryte, ka prit para zhveshtorës edhe e pranoi treneri. Shumë është komunikativ dhe shumë bjen nivel të lojtarëve kur e shet që dohet me i plotësu një dëshirë, diçka është shumë familjar, shumë shoqërimor. Po besoj për çfarë arsye edhe është në këto nivele ku është tash. Besoj që me punu me ta shumë e lehtë. Unë e them te na në klub pa dash modestisë për shkak titujt e tregojnë edhe vet punën, sado që donte me livdu titujt, tramotitujt viteve të fundit ka tregojnë gjithçka, po unë e them motori është vullneti dhe lindriti i klubit, po timonin e ka Adisi. Keni lëviz me njerë, do të thonë keni tregu seriozitetin prap, duke lëviz pas përfundimit finalës, keni lëviz me njerë, Hasbrukun e keni vazhdu me një kontratë plus një vjeçare, por e keni sjellë në klub edhe rënda Sylën. Po, na hala pa përfundu kampionati, kena bo oferta lojtarëve që të mendojnë që trenerit duhet me qenë pjesë e ekipit tonë, edhe Hasbruku veç e ka konfirmu pjesë kontratën plus një vjet, da Sylën po ashtu, djali ka shkëlqy vitin këtë veç që e lam, edhe është punëtor, është djali sjellshëm, edhe besoj që mundet me kallëzu forcë dhe fuqin në klubin tonë Trepçës. Momentalisht tash kanë fillu pushimet, po ka lojtar që kena oferta, që i kena ofru ofertë, edhe na kena me vazhdu punën, domthon kampionati ka përfundu, po na momentalisht jena të punu edhe për pjesën e ardhshme të kampionatit. Prej asaj që kom kuptu, basketbollisti që është më vështirë me u mbajt mbetet Mustafa Amzil. Po Mustafa Amzil është talent që domthon ma herët në emision tonë bile ka potencu dhe lindriti që është shumë zërë me nalë gjatë kampionatit që i kena zhvilluar, ka pas oferta për ekipeve spanjolle, oferta ndryshme ekipeve europiane. Normal që ajo është talent evropian edhe është shumë zërë me mbajt. Tash po besoj na që thonë në hak nuk i kena dalë me ofertë e krejt, po është se ndryshe nuk është shëndru as vitin e kaluar. Jo, është super lojtar, është talent, është koha e tij që mu kallëzu, domthon ai me siguri ka me qenë shumë e vështirë me mbajt. Prej karaktereve të ndryshme brenda ekipit, ka ne veçani më shumë, kush është ai që e bën atmosferën mbrana më shumë ti? Ana e kena Sek Henry është ndoshta në televizor ose kështu nuk vërehet shumë, po është domethënë ai që këtë lojtar ti i bashkon, i afron ose edhe bën gjeste që mundi me pa edhe në finale kur kapiti shpallët MVP, është as i karakteri që gjatë prezantimit lojtarët kanë pas shumë probleme me to, se gjatë prezantimit ai i ka godit atë në atë forcën tamam për një herë, kështu që është shumë i mirë dhe është komunikativ edhe është super emocione sjell në trening shumë. Prej asaj që keni pa këtë sezon Valdrin, kanë keni pa si kundërshtarin më të fortë në Superligë si vjet. Është që Bashkimi ka fillu kampionatin më mirë se na shumë, edhe ble humbjen e parë në postë prej tyve, po. Edhe kena besu që Bashkimi ka me qenë kryesor edhe ashtu doli, mirë po realisht peja në play-off na ka befasu, kena pas pak vështirësi se forma e ekipit pejes me neve nuk u ka në përshtatshme për shkak se kanë pas 3 qendra ose 4 më shumë më të fuqishëm se na, kanë lume forcë, kështu që unë mendoj për si vjet, po foli për pjesën e fundit me pejen e kena pas ma problem mu ambientu me ta, po peja dhe Bashkimi janë kanë 2 kryesorët me neve që të play-offit që janë kanë ma ofër neve. Cilat mbeten tash planet e Trepçës? Sigurisht jo ka afat derisa e pritni përgjigjet për ofertën e kontratave. Po momentalisht lojtarët janë tu i përcjell për në vendet e tyre, po me njëherë na kena mu pregadit, e deni jo që disa vite qëllimi jonë kryesor është me kallëzu dhe rezultate dhe në pjesën e garave evropiane. Ato po vinë shumë shpejt, me siguri që klubin ngosht veç fillon stërvitjet, pregaditjet,
Adisi me ndihmësat e tij gjithmonë gjatë verës punojnë për gjetjen edhe skautimin e lojtarëve, po besoj klubi ka dhe plane me punu edhe me grupmosha të reja dhe me talenta të ri, me trenera ndryshëm, kështu që gjatë verës klubi s'ka me pushu, ka me kenë një angazhum edhe me pjesën e seniorave dhe me pjesën e pjesës gjeneratave të reja, kështu që këto dyja bashk kanë me qenë fokusion gjatë verës. A ka me pas kërkesa nga Adisi për ndonjë basketbolist, për me sjellë ende basketbolist? Po tash këtë varet normal, gjithsesi besoj që ka me pas prurje të reja, po tash varet pak edhe prej. Edhe çysh do me pas ai ekipin, po. Edhe çysh ai, edhe varet çfarë lojtari, nëse s'pranon një lojtar që ai e ka kërkuar mundem me zaventu diçka, po realisht ai ka me bazu apet formën e lojës sikurse si vjet. Unë të falenderoj shumë për kohën, Valdrin. Ke kënaqësi me diskutu bashkë për këtë ecuri të skuadrës së Trepçës. Definitivisht të arrihet 3 herë rresht titulli kampion nuk është as pak e lehtë, por ja keni dalë deri ku keni ardhur. Dëna pa dyshim që me përshëndet thash me arët motor të klubit Vullnetin e Lindritin që besoni që unë kam 20 sa vjet në karrierë në Mitrovic, po këtë lloj organizimi nuk më ka rënë deri tash me përjetu, kështu që i falenderoj ata, i falenderoj gjithë fansat të cilën që na kanë mbështet, edhe të falenderoj ty për ftesën. Faleminderit shumë. Për tifoz sigurisht vret edhe palestra edhe kur luhen lojët Mitrovic, domethënë është problem me gjetë vend të lirë. Bashkë për këto do të më potencu që po kena problem çdo vit në play-off edhe gjatë lojëve, po ka shumë kërkesa, kështu që i bëj thirrje edhe tifozëve, tash është momenti të na shitën biletat vjetore gjatë verës, kështu që le të prenotojnë, le të marrin marrë se s'po kena edhe na vend ku mirë titën. Pas kanë shku flokë. Sa ata më mirë marrë le të sigurojnë se tash mos na thirrën o gjithë. Falenderoj shumë edhe punë të marrë tash në vazhdim. Sigurisht pjesa e pushimeve një herë, po më pas ju presin garat evropiane. Faleminderit, ishte kënaqësi.